Megjithatë, në kahun tjetër, Ministrja e Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, ka thënë se marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara janë shumë të mira, pavarësisht se mbi disa tema nuk pajtohen plotësisht. Ndërsa diplomatët amerikanë janë shprehur se mungesa e bashkërendimit për çështjet e përdorimit të dinarit ka dëmtuar partneritetin me qeverinë e Kosovës, zonja Gërvalla tha se ka disa tema që nuk pajtohemi 100% në aspektin teknik, duke shtuar se vënia në pikpyetje e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ka ndodhur asnjëherë. Nëse çdo gjë që bëjmë në Bruksel në ndërmjetësimin e partnerëve tanë ndërkombëtar, kohën e skadencës e ka derisa Serbia të tërhiqet, tha ajo. Atëherë duhet vetes t'i shtojmë pyetjen se sa ja vlen që shpenzojmë kaq shumë kohë në Bruksel për marrëveshje që në fund edhe kështu nuk e obligojnë Serbinë t'i përmbahet. Sa i përket mundësisë që Mali i Zi të votojë kundër anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës, zonja Gërvalla tha se do të ishte natyrisht një regres i rënd në raportet bilaterale pra mes Kosovës dhe Malit të Zi. Prandaj nuk besoj, tha ajo, se Mali i Zi do të marrë një vendim të tillë. Vota për anëtarësimin e Kosovës do të jepet nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës, ka theksuar ajo, do të jetë një vot masive pozitive për Kosovën. Të paktën kështu na tregojnë të gjitha bisedat që kemi zhvilluar deri më tani sa i përket Malit të Zi. Me Malin e Zi kemi marrëdhënie të mirë, por unë nuk besoj që shtetet tona fqinje duhet të votojnë kundër. Megjithatë, mbetet të shohim gjatë ditëve të ardhshme, nuk do të varet nga vota e Malit të Zi anëtarësimi apo mos anëtarësimi i Kosovës, por do të ishte natyrisht një regres i rënd në raportet tona bilaterale. Prandaj nuk mendoj se Mali i Zi do të mundet të marrë një vendim të tillë, u shpreh Gërvalla.